I nderuar kryeministër, i nderuar rektor, kolegë, student, para së gjithash një muaj të mbar se ky është muaji juaj, tetori. Fillimi i një viti të ri shkollor për ju, me plot shpresa dhe plane për të ardhmen, por që këtë vit përkon edhe me një iniciativë të re, pjesë e Paktit për Universitetin. Pakti për Universitetin filloi në fund të vitit 2018 dhe nga ajo kohë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Universiteti Politeknik i Tiranës kanë bashkëpunuar në mënyrë të ngushtë duke përfituar në mënyrë të anasjellët nga projektet dhe nga suporti që ne kemi marrë për sa i përket angazhimit të profesorëve dhe studentëve, por nga ana tjetër edhe nga praktikat që janë zhvilluar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë duke akomoduar mjaft student të këtij universiteti. Megjithatë, sot më shumë se kurrë është e rëndësishme që Shqipëria të punojë për ngritjen e një kapitali njerëzor i cili do t'i përgjigjet kërkesave të integrimit në Bashkimin Evropian dhe jo thjesht kërkesave të tregut tonë. Industria e rëndë, ajo që përfshin transportin, që përfshin minierat, ajo që mbulon shumë sektor jetik të vendit, sot më shumë se kurrë ka një kërkesë të jashtëzakonshme për burime njerëzore, të cilat duhet jenë jo thjesht të afta dhe të gatshme për të përballuar gjitha sfidat, por duhet të jenë të trajnuara dhe të kenë kaluar të gjitha fazat e edukimit sipas kritereve që Bashkimi Evropian sot ka vendosur. Pa njerëz të formuar, pa të rinj të arsimuar dhe të trajnuar, çdo reformë, çdo investim, çdo vizion mbetet i mangët. Prandaj sot, më shumë se kurrë, duhet të investojmë tek të rinjt. Tek ata që do të jenë nesër inxhinierët, mjekët, që do të jenë ekonomistët dhe juristët, që do të jenë specialistët e transportit dhe të aviacionit. Ata që do të dheshin Shqipërinë drejt një zhvillimi të vrullshëm dhe mbi të gjitha të qëndrueshëm. Për këtë arsye, qeveria Rama ka hartuar një program qeverisës që vendos njeriu në qendër, duke ofruar paga dinjetoze, kushte pune konkurruese, mundësi reale për zhvillimin profesional. Brenda këtij mandati, paga mesatare kombëtare do të arrijë 1.000 euro, por, siç tham, nuk mjafton vetëm paga. Me thelbësor, patjetër, është krijimi i mundësive të arsimit dhe trajnimit profesional. Shkollat do të transformohen në qendra multifunksionale me konvikte dhe kurse duke i pajisur të rinjt tanë me certifikime ndërkombëtare që do të njihen kudo dhe veçanërisht në Europë. Ky është një investim i drejt për drejt në kapitalin njerëzor. Formimi i brezit të ri është prioritet i posaçëm dhe i Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë, e cila ashtu siç thash mbulon sektori jetik të vendit dhe të ekonomisë. Ne synojmë të rekrutojmë profesionistë të ri jo vetëm për t'i trajnuar, por për t'i përgatitur dhe ofruar punësi me afatgjatë në projekte konkrete të infrastrukturës që tashmë janë të shumta, duke nisur nga aviacioni, tek industria detare dhe padyshim tek energjia. Një pjesë e mirë e ekspertëve që punojnë në këtë sektor janë në vitet e fundit karrierës së tyre dhe do t'i duhet t'i lënë stafetën një gjenerate të re profesionistësh për të garantuar zhvillimin e vazhdueshëm të vendit tonë. Vetëm gjatë vitit 2024 dhe 2025, OSHE Group ka nisur një nga praktikat më të mira, duke hapur një thirrje për të rekrutuar sa më shumë inxhinier dhe teknik të rinj, duke ndryshuar kështu formatin e një ndërmarrje që ka më shumë se 6.000 punonjës dhe duke krijuar një traditë të kalimit të stafetës nga brezi në brez. Kemi patur 245 aplikime për 60 vende inxhinierësh dhe elektricistësh. Dhe nga ana tjetër, sot janë hapur sërish aplikime 223 të tilla, të cilat synojnë që të kenë edhe një grup të dytë
pra në vazhdimsi të atyre që u rekrutuar në vitin 2024. Të njëjtën praktik kemi ndjekur edhe në Alpetrol, ku vetëm pak muaj më parë në një thirrje ku morën pjesë 90 inxhinier dhe gjeolog, 20 prej tyre ka nisur një praktik të paguar për një vit, duke pasur mundësinë që të ndjekim dhe traditat e mëparshme dhe ata të cilët vinë si praktikant dhe që performojnë më mirë të qëndrojnë në ndërmarrje, pra në Alpetrol, me një kontratë definitive. Këto nuk janë thjesht statistika, janë histori suksesi që tregojnë se kur u jepet mundësia, të rinjtë shqiptar din të shkëlqejnë. Jam shumë e lumtur që sot çelim një tjetër dritare për të rinjtë dhe që vazhdojmë bashkëpunimin e qëndësishëm me Universitetin Politeknik Tiranës. Dhe siç e thash, kjo është në kuadër të paktit me universitetin dhe do të vazhdoj me të njëjtin ritëm. Marrëveshja që nënshkruajmë sot mes Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Universitetit Politeknik të Tiranës shënon fillimin e një nisme të re, që këtë radhë lidhet me një tjetër ndërmarrje, institucion të rëndësishëm në Republikën e Shqipërisë, që është Autoriteti Rrugor Shqiptar. Siç e tha dhe rektori, ka edhe një element tjetër ky bashkëpunim, barazinë gjinore. Banka Botërore, e cila është financuese e këtij programi, e ka një nga komponentët më të rëndësishëm barazinë gjinore. Por tek flisnim me rektorin dhe tek komunikonim edhe me zyrtarët e Bankës Botërore këtu, ne i shpjeguam që në industrinë e rëndë, në transport apo energji, në Shqipëri ka shumë gra dhe vajza që kontribojnë dhe për të thënë të drejtën, ne nuk e kemi këtë barazi të munguar gjinore. Unë, që drejtoj sektorin, jam një grua. Drejtoresha e përgjithshme e infrastrukturës, Eriola Muka, që ka vite që drejton këtë sektor, është gjithashtu një grua. Disa nga zëvendësministrat në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë janë gra. Dhe nga ana tjetër edhe në Autoritetin Rrugor Shqiptar ne kemi inxhiniere, juriste, ekonomiste që punojnë prej vitesh. Megjithatë, padyshim, është i mirëpritur ky program dhe ne do të nisim me këtë komponent të rëndësishëm. Nga ana tjetër, unë do desha që të sqaroja pak se si do të funksionoj, pasi edhe teknikalitetet janë të rëndësishme dhe besoj që të gjitha studentët janë të interesuara që të dëgjojnë. Programi i praktikës paguar parashikon vendosjen para arshës në fazën e parë të 10 praktikanteve me kohë të plotë. Kjo do të jetë faza e parë e programit, pasi do të ketë dhe një fazë të dytë e cila do të adresohet me 15 praktikante studente të tjera. Në varësi të ecurisë të programit, ne do të jemi në koordinim të vazhdueshëm me Bankën Botërore për ta shtyrë në kohë dhe për të rritur numrat e praktikantëve që do të atashohen Autoritetit Rrugor Shqiptar. Kozgjatja e programit do të jetë 6 muaj për studentët e diplomuara, ndërkohë që për studentët që janë në vitin e fundit, kozgjatja do të jetë 3 muaj, duke u përputhur kështu plotësisht me kurrikulën tuaj, siç kemi dakordsuar edhe me universitetin. Pra në rastin e parë fillojmë në muajin nëntor dhe përfundon në muajin prill dhe në rastin e dytë fillon në muajin mars dhe përfundon në muajin maj. Gjatë kozgjatjes së programit, praktikantët do të atashohen në sektor të ndryshëm të strukturës së Autoritetit Rrugor Shqiptar, si sektori projekteve, mirëmbajtjes, preventivimit, sektori mjedisit dhe impaktit social. Pjesë integrale e kurrikulës do të jenë gjithashtu vizitat e përjavshme në teren, ose thonë ndryshe, do të jeni detyruar që të shkoni një herë në javë në kantiere. Këto ju a them nga eksperjenca ime, mund të uleni në tryeza, mund të lexoni shumë projekte, mund të lexoni libra, por vendi ku ju mësoni më shumë është kantieri. Në kantier do keni mundësi të shikoni se si zhvillohet infrastruktura e vërtet dhe keni parasysh që ndoshta në një vend tjetër nuk është kaq e mundur që të ketë kantiere të ndryshme me tipologji të ndryshme, por në Shqipëri këtu e kemi këtë mundësi. Pasi ndërtohet nga veriu deri në jug dhe mund të shikoni se si ndërtohen infrastrukturat e rënda, siç është rasti i urave apo tuneleve, që edhe sot që flasim pavarësisht se kemi dorëzuar shumë prej tyre, kemi të tjera që janë proces, apo të dalloni llojet e ndryshme të gjeologjisë që i keni parë në aula dhe auditorët e universitetit, por është komplet ndryshe që të shikoni në teren. Dhe kjo do jetë pjesa më e bukur në mendimin tim e kësaj praktike. Nga ana tjetër,
Keni parasysh që me fillimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës, e cila duhet njësë operimet brenda vitit 2026, do të nevojiten punonjës të trajnuar në mënyrë të ngjashme me stafin e kontrollit të trafikut ajror. Jemi duke kaluar në një nivel tjetër. Më kujtohet kur unë fillova të drejtoja trafikun ajror, ishte një nga punët më të kërkuara, pasi me të vërtet bëhej fjalë për një trup të zgjedhur, elit, prej 70 personash, ndërkohë që sot ne do të zhvillohemi në mënyrë paralele dhe në dy sektor të tjerë modern, që është ai i kontrollit detar, duke pasur parasysh të gjithë projektet që Republika e Shqipërisë ka dhe masterplanin që jemi duke dizenjuar për të pasur në 476 kilometrat e bregdetit ton disa marina moderne dhe të shëndrueshme, bazuara mbi inovacionin dhe nga ana tjetër të gjithë rrjetin e kurudhor, i cili do të kontrollohet me dispečeri të ngjashme me ato të aviacionit. Të gjitha specialistë duhet dalin nga radhët tuaja. Dhe sot do të përfitoja nga rasti për t'ju thënë edhe një fakt tjetër shumë të rëndësishëm. Në javën e ardhshme, pra duke nisur diku nga data 10 tetor, një nga kompanitë më të mira për sa i përket mirëmbajtjes së avionëve, do të vinë në Shqipëri për të nisur intervistat e para dhe për të rekrutuar 40 punonjësit e parë, të cilët hynë në një industri të re, industria e mirëmbajtjes së avionëve. Diçka që nuk e kemi pasur deri më sot. Kjo është një kompani italiane ekselence, e cila ka hyrë në marrëveshje me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës për të ngritur atje hangarët e parë dhe për të punësuar vetëm punonjës shqiptar. Djem dhe vajza, të cilët kanë studiuar apo janë duke studiuar në fusha të ndryshme të inxhinierisë dhe duke i dhënë një formim që ne sot nuk e kemi në kurrikulat tona, por që sigurisht po të kemi një treg në të ardhmen, në bashkëpunim edhe me Universitetin Politeknik, ne do të diskutojmë se si ta kthejmë pjesën e aviacionit, avionics më saktë, por edhe pjesën e navigimit në një kurrikul permanente të këtij fakulteti. Nga ana tjetër, duhet kemi parasysh që sot shumë fusha po bazohen mbi inovacionin. Ose do të thoja më saktë, gjithçka po bazohet mbi inovacionin dhe qeveria shqiptare ka një prioritet tashmë, ne kemi edhe një ministre, e cila vjen si një produkt i inteligjencës artificiale. Trafiku rrugor, duke nisur nga viti 2026, do të jetë gjithashtu një nga sektorët ku inovacioni do të lulësoj, përmes një qendre të monitorimit të trafikut, apo përmes kamerave inteligjente që do të ndihmojnë të gjithë procesin në të gjitha akset kombëtare duke nisur me 200 kilometrat e para. Aviacioni ka qenë gjithmonë inovator, por do të shkojë dhe më tej. Tashmë, me numrin e fluturimeve dhe me numrin e pasagjerëve që ne përpunojmë në një nga aeroportet tona, siç është rasti i Rinasit, ku ka arritur në 53.000 pasagjerë në një ditë, që dikur ne mbanim si ditë të shënuar një rekord me 20.000 pasagjerë, sigurisht inovacioni duhet jetë prezent. Por inovacioni nuk zëvendëson në asnjë rast kapitalin njerëzor. Janë dy komponent që ecin në mënyrë paralele dhe që janë po aq të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit dhe ndaj ne jemi këtu sot dhe unë mendoj se ky është një moment i shkëlqyer për një bashkëpunim akoma të më ngushtë mes nesh. Megjithatë, unë dua të përfitoj nga rasti që të bëj një thirrje dhe mos bëjmë diskriminim gjinor. I bëj thirrje të gjithë djemve, të cilët janë në vitin e fundit duke studiuar në këtë universitet. Edhe ata që kanë përfunduar studimet, që ta aplikojnë në të gjitha ato pozicione pune që janë të shpallura pranë autoritetit rrugor shqiptar, pranë Alpetrolit, pranë OSHE-s, OST-s dhe të gjitha ndërmarrjeve të tjera që operojnë në ombrellën e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë. Ne e kemi synim që të përthisim sa më shumë djem dhe vajza të reja në këto sektor kaq të rëndësishëm, ndaj ky memorandum sot, kjo iniciativë sot nuk duhet pengojë asnjërin nga ju që të na bashkoheni.
Rritja dhe forcimi i kapitalit njerëzor nuk është vetëm një objektiv i programit tonë qeverisës, por një domosdoshmëri kombëtare. Ardhmja e Shqipërisë është padyshim në duart e brezit të ri dhe ne jemi këtu për t'i dhënë atij brezi mjetet, mundësinë dhe besimin që i nevojitet për të ndërtuar një Shqipëri më të fortë, më moderne në rrugën europiane. Shumë faleminderit për vëmendjen dhe suksese të gjithëve. Ftoj kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën.